Lavdi Zotit, Zoti është I mirë, edhe javën e kaluar ne jemi lutur dhe ka pasur në mrekulli. Një vajzë që kishte probleme me lëkurën, u shërua, ajo dëshmoi edhe të tjerën. E ne besojmë që Zoti është I gjallë. Edhe ajo që duhet të flas sot është lidhur me Efesianët, kapitulli 1, vargu 3. Fjala e Zotit thot: I bekuar qoftë Perëndia, Ati I Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoj me çdo bekim frymor në vendet qiellore. Unë do që ju t'i thoni njëri tjetrit: I bekuar qoftë Perëndia, Ati I Zotit ton Jezu Krisht, që na ka bekuar me çdo bekim frymor dhe na ka vendosur të ulemi në vendet qiellore. Fjala e Zotit na mëson që ne jemi ulur në vendet qiellore, ai na vendosi. Dhe Jezusi thotë që kush beson në mua, atje ku shkoj unë do vi dhe ai. Por ai që tani pa vajtur atje, thotë ejeni dhe jeni delet e mia dhe ju do uleni ku? Në të djathën e Atit. Unë dua që ju ta kuptoni sot, sepse dua të flas për një gjë shumë të rëndësishme, që nuk ka rëndësi sa para ke, nuk ka rëndësi sa shtëpi ke, nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ke, nuk ka rëndësi çfarë punë bën, por ka rëndësi ajo që Jezusi ka vendosur brenda teje. Madje nuk ka rëndësi edhe çfarë moshe ke. Shumë njerëz të vjetër thonë që më ka ikur mosha. Jo, derisa je në këtë tokë, je kandidat që lavdia e Zotit të shfaqet në jetën tënde. Edhe bëu gati që ti ta marrësh lavdinë e Zotit. Edhe fjala e Zotit na mëson që ka disa nivele ose disa rangje. Kur bisedojmë me njëri tjetrin e themi unë jam rangu lart. Apo jo, se jam fisi lart, jam kështu. Po e dini që ne jemi rangu më I lartë I krijesave të Zotit? E dini që kur ne I themi fëmijëve je angjëll është gabim, pse? Sepse angjëllit do donin të ishin si ne. Ne jemi krijuar në imazhin e Zotit. Fryma e Zotit banon brenda ne. Jezusi vdiq në kryq për ne. Prandaj apostulli Paul thot: I bekuar qoftë Perëndia, Ati I Zotit ton Jezu Krisht. Pse? Sepse I dha birin e Tij për mua. Çfarë privilegji! Edhe do doja që ti ta kuptosh të gjë dhe ta marrësh personale. Perëndia e dha birin e vet, Jezu Krishtin, për ty që ti të ulesh ku? Në vendet qiellore, që ti të quhesh rangu I lartë, që ti të quhesh priftëri mbretërore. Jezusi është princi I paqes. Ne ç'a jemi? Ne jemi fëmijë të princit dhe ne jemi princër dhe princesha në mbretërinë e Perëndisë. Ju do të jeni priftëri dhe mbretër, do të jeni qeveritar të fjalës së Zotit në mbretërinë e Zotit, thot Bibla. Shikoni çfarë rangu na ka dhënë Zoti. Zoti na ka vendosur që ne të jetojmë në rang mbretëror. Zoti na ka vendosur që ne të jetojmë ku? Në rang fitimtari. Zoti na ka dhënë autoritet, na ka dhënë pushtet, na ka dhënë fuqi që ne të shkatrojmë çdo fortesë që ngrihet kundra njohjes së Zotit Jezu Krisht. Dhe ne duhet ta kuptojmë, është brenda meje një gjë e tillë, është brenda teje një gjë e tillë. Ti ke këtë autoritet brenda vetes. Po si ka mundësi që shumë besimtar bën jetë të mundur, mbytet nga mendimet negative, mbytet nga situatat. Pse? Sepse akoma nuk e kanë kuptuar në vetdijen e tyre, në frymën e tyre. Çfarë thanë të tjerën? Ne shama, Zoti të dha jetë, të dha frymë, të dha jetë. Nuk është vetëm frymë që ti të gjallërosh. Ti gjallëron, por ti ke autoritet, ti ke pushtet. Kur ai e krijoi njeriu, tha le të sundoj mbi peshqit e detit, mbi rëshjanorët, mbi kafshët, mbi çdo krijesë tjetër. Dhe këtë lloj autoriteti Jezusi e mori në kryq dhe ja dha përsëri kujt? Kishës. Prandaj apostulli Paul lutet për kishën e Efesit, dhe nëse u lut atëherë për kishën e Efesit, ai lutet për kishën Jeta e Re sot në Alidem. Ai lutet për ty sot.
Lutja e parë ishte Zot hapi sytë. E ti duhet lutesh Zot me hap sytë e frymës. Efesianët është një letër shumë e mrekullueshme dhe kapitulli 6, vargje 10 dhe 12 fjala e Zotit thotë: "Çfarë të mbetet vëllezërit e mi, çfarë të mbetet motrat e mia, forconi në Zotin dhe në forcën e fuqisë së Tij." Ti duhet ta kapësh këtë fjalë, duhet të thosh Zot, si të forcohem unë në forcën dhe në fuqinë tënde. Dhe pastaj Pali vazhdon dhe thotë: "Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit." Ai nuk thotë vishni gjithë fjalët e pista. Ai nuk thotë vishni gjithë fjalët negative. Ai nuk thotë vishni gjithë fjalët mallkuese. Njerëzit sot e kanë fjalorin shumë të pasur për këto gjëra. Por ai thotë vishni armatimin e Perëndisë. Pse? Sepse djalli përpiqet që të thuri kurthe. Por Bibla thotë gjithashtu që asnjë armë e sajuar, kush i sajon? I sajon djalli, nuk i sajon njerëzit. Nuk do të ketë sukses. Pse? Sepse vajosja e Zotit ai të ka marrë ty nga gropa. Ai më shpëtoi mua nga gropa e mëkatit dhe më bëri të ulem si fëmijë i Perëndisë në vendet qellore. Ai ka bërë ty të ulesh në vendet qellore. Dhe kundër kujt? Sepse betejë jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, pra nuk është kundër njerëzve, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduzve të botës së errësirës së kësaj epoke, dhe kundër frymërave të mbrapshta në vendet qellore. Tani duhet të dini që ka probleme që nuk janë aq të lehta. Kur ti përballesh me probleme të vështira, duhet të kuptosh që ti ndoshta po përballesh me një demon principate. Kur Jezusi u përball në vareza me një demonizuar që e lidhnin dhe ai prapë zgjidhej, kishte të bënte me një legion, kishte të bënte me 2000 demon, nuk kishte të bënte vetëm me një. Por lajmi i mirë nuk është se sa shumë shejtan janë andej që luftojnë kundër teje. Lajmi i mirë është që Jezusi është brenda teje. Dhe ai ka autoritet. Dhe kur ti përdor emrin Jezus, kur ti përdor gjakun e Krishtit, kur ti përdor fjalën e Perëndisë, djalli do iki me vrap. Kundër çdo pushteti ti ke pushtet, Jezusi tha gjithë pushteti, gjithë autoriteti më është dhënë mua, unë po u jap juve. Pra, Jezusi të ka dhënë ty pushtet dhe autoritet. Kundër sunduzve të botës e errësirës të kësaj epoke. Pra në qoftë se çdo frymë frike që të tremb ty gjatë natës, ti duhet të thuash: unë mund të sundoj ty në emër të Jezusit. Sepse Perëndia më ka vendosur mua në vendet qellore. Që mbretëria e djallit kanë edhe ata autoritetet e tyre. Por autoriteti i Zotit është më i madh. Dhe Zoti ka vendosur ty dhe mua kishën e vet në vendet qellore. Ti je vendosur të ulesh në vendet qellore. Prandaj ti sot duhet të thuash: i bekuar qoftë Perëndia, ati i Zotit tim Jezu Krisht, që ka bekuar me çdo bekim frymor, dhe unë jam ulur në vendet qellore, dhe nga aty unë do sundoj, nga aty unë do shkatroj principatat, nga aty unë do shkatroj pushtetin e errësirës, nga aty çdo sundues është i ulur poshtë në emër të Jezusit, nga aty çdo frymë mbrapsht, çdo demon në emër të Jezusit, kudo qoftë, është i larguar në emër të Jezusit. Unë jam i rrethuar me gjakun e Jezusit, dhe i ligu nuk mund të afrohet. Unë jam rangu më i lartë që mund të kem autoritet dhe dominim në tokë, dhe këtë ma ka dhënë Zoti. Fjala e Zotit na mëson te letra drejtuar Efesianëve, dhe kjo letër mban shumë mësime për rangjet frymore në vendet qellore dhe thekson rëndësinë e rritjes të autoritetit tonë shpirtëror dhe frymor. Po si do ndodhi kjo? Kur ne përkushtohemi, ne do të kemi përkushtim. Si ne do të marrim përkushtim që të lexojmë Biblën, të meditojmë mbi fjalën e Zotit, të lutemi, të kërkojmë fuqinë e frymës së shenjtë, të marrim armatimin e Perëndisë, dhe në këtë mënyrë Zoti do të transformojë mënyrën e të menduarit tonë.
Deri dijen e mendonim që jam i dobët, nuk kam vlerë, ose shumë gjëra të tjera negative, sot ti thua, unë jam ulur në vendin qellore. Unë jam fëmijë i mbretit. Perëndia është ati im. Ai është mbret mi mbret, dhe ai sot mi sot, dhe jam ulur ku? Në vendet qellore. Kur jam ulur? Jam ulur që tani. Jo kur të vdes dhe të shkoj parajs, ajo do ndodhi, por që tani ti je fitimtar, që tani ti ke gëzim, që tani ti ke qëllim në jetën tënde. Ne do të rritemi në rangun shpirtëror, në nivele të reja. Ne do të rritemi në marrëdhënie të ngushtë me Perëndin. Ne do të dëgjojmë fjalën e Zotit që na flet këtu. Kur ti e lexon Efesianët kapitulli 1, vargu 3, ti s'mund të rish dot me duar në xhepa. Unë s'rrit dot me duar në xhepa, po unë ngrihem e them, faleminderit atë qofshi bekuar që ti më dhe jetën. Pali u lut që ne kemi dimensione të reja frymore dhe të kuptojmë vendin ku na ka ulur Ati. Është njësoj si një histori që dikur kam lexuar që babai kishte lënë një testament dhe tek testamenti kishte lënë çelësat e makinës që djali i dëshironte shumë. Po për shumë vite djali nuk e shijoi makinën. Pse? Sepse nuk guxoi që të lexonte testamentin. Shumë besimtarë nuk e studiojnë fjalën dhe nuk i përjetojnë bekimet e Perëndis. Pse? Se nuk e dinë çfarë ka testamenti brenda. Bibla është fjala e Zotit dhe është testamenti. Ndryshe është quajtur testamenti. Vjata e re do thot testamenti i ri dhe është shkruar me qakun e Jezusit, është zbulosur nga fryma i shenjtë. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë të gjë të marrim për kushtim për ta studiuar fjalën e Zotit. Ne kemi nevojë të kemi një perceptim shpirtëror të vendosjes që Zoti na ka vendosur në vendet qellore. Dhe ky është pozicioni ynë qellor. Ti je ulur, ti je kurorzuar me kurorën e lavdis. Jezusi thot, kush beson në mua dhe ecën në rrugën time, unë do t'i jap atij kurorën e jetës. Ne e kemi kurorën e jetës dhe ne themi pastaj jemi pa vlerë, nuk mund të shkojmë këto dy gjëra. Duhet ta heqësh këtë mendim negativ, këtë mendim karkaleci. Dhe duhet të marrësh mendimin e frymës së Zotit. Duhet të marrësh mendjen e Krishtit. Që ti të shikosh qartë botën shpirtërore. Kjo është dhe lutja e Palit në kapitullin e parë, kur ai lutet për një frymë zbulese, njohje, diturie dhe urtësie që kisha të kuptoj fuqinë e ringjalljes, atë fuqi që investua në Krishtin kur unë gjallë prej së vdekurish, e njëjta fuqi ndodhet në kishën e Zotit, ndodhet në ty. Ti e kisha, unë jam kisha. Dhe kur ti të kuptosh të fuqi, ti do të kuptosh autoritetin që Zoti të ka dhënë, dhe pastaj ti do shikosh ndikimin që Zoti do t'i japi ty. Shumë njerëz thonë që po unë nuk kam ndikim, nuk ndikoj asgjë. Po, sepse ti nuk e ke kuptuar që ti je ulur në vendet qellore. Ti do të kuptosh që ku ti shkel bekimi. Ku ti shkel shërimi, shkel çlirimi, shkel ungjilli i mbretërisë së Perëndis, shkel bekimi dhe begatia është me ty. Fjala e Zotit thotë që bekimet do të ndjekin nga pas. Ligji për të rinj 28, fjala e Perëndis thotë, nëse ti bindesh me zell zërit të Zotit, që është Bibla, atëherë bekimet e Perëndis do të ndjekin nga pas. Dhe ti mund të çosh thuash, unë Zot duhet marr sot të vendim. Unë duhet të ndjek bekimet, duhet të ndjek fjalën tënde Zot, dhe bekimet do më ndjekin nga pas. Le ti kërkojmë Zotit sot një zbulesë për të kuptuar rangjet frymërore. Frymë e shenjtë, unë vi përpara teje dhe në shenjtë.
Dhe unë lutem Zot që ne do të kuptojmë misterin e fjalës tënde Zot. Që ne do të kuptojmë Zot të mister Zot që mbretëria jote qëndron në lavdi dhe në fuqi Zot. Zot ne nuk duam të jemi njerëz me fjalë bushamendje Zot. Po Zot ne duam të kërkojmë fuqinë tënde Zot, prezencën tënde Zot. I bekuar qofsh atë Perëndia i Zotit Jezu Krisht. Dërë dhe lavdim tënde Zot, dërë dhe prezencën tënde Zot. Frymë shenjë eja dhe na bush Zot. Na transformo Zot, na shenjtëro Zot. Zot e lutemi sot për çlirim nga forcat që lidhin mendjen. Nëse ti mendon që mendja jote ka qenë e lidhur deri tani, ne shpallim çlirim në emrin e Jezusit. Liri dhe shërim shpirtëror sot. Unë lutem për rritje në autoritet, rritje në ndikim, Zot, bëj Zot që besimtarët e kishës Jeta e Re dhe ata që na ndjekin online të kenë rritje në autoritet, ndikim shpirtëror Zot, të fuqizuar dhe të ndikuar Zot nga sfera jote frymore Zot, për të përmbushur qëllimin hyjnor në jetën tonë Zot. Ne të kemi ndikim kudo që ndodhem, kudo ku unë vendos dorën do ketë mbarësi. Shpalla ashtu si tha Josueu. Zoti tha Josueu që nëse ti bindesh ligjit tim, kudo ku ti do vendosësh dorën do ketë mbarësi. Ngrije dorën lart, le ti ngrem gjithë tua lart. Thuaj bashkë me mua, kudo ku unë do vendos dorën, do ketë ndikim, do ketë mbarësi. Në emrin e Jezusit, unë do hyj në nivel të ri, në një rang të ri, në marrëdhënie me Perëndin tim, dhe në emër të Jezusit, unë marr autoritet dhe shkaktoj gjitha fortesat negative të mendjes time. Frymë shenjë ndërto rrugë të re në jetën time. Në emrin e Jezus. Unë jam fitimtar, unë jam i shëruar, unë jam i bekuar, unë jam i çliruar, unë kam fuqi, unë kam ndikim, unë kam qëllim në jetë, unë nuk eci sipas bjenjave të mia, por unë eci në rrugën e Zotit dhe thyej çdo fortesë në emrin e Jezusit. Amen. Aleluia, grazie Zot, dhe qomi të adorojmë Zotit.
kundra çdo shikjete të zjarrt që djalli ka nisur kundër teje. Fjala e Zotit thotë nëse do kalosh përmes ujrave, ato nuk do mbytin. Nëse ti do kalosh përmes zjarrit, ai nuk do të djegi. Nëse do kalosh përmes lumenive, ato nuk do të marrin. Haleluja Zot. Zotë lutem tani në emrin e Jezusit. Zotë shpallim gjakun tënd, ne shpallim ujin e fjalës tënde Zot. Dhe ne shuaj gjitha shigjellat e zjarrit të ligut. Nëse ti ke pasur sulme, thuaj bashkë me mua, unë i shuaj gjitha shigjellat e zjarrta të ligut në jetën time. Uluni poshtë tani në emrin e Jezusit. S'keni autoritet të veproni në jetën time. Haleluja. Dashuria e Zotit e nxjerr jashtë çdo frikë. Ti je fëmijë i Perëndis, ti je bir ose bi i Perëndis, ti je një princ ose princesh në mbretërinë e Zotit. Ky është rangu yt dhe ky është niveli më i lartë që ti mund të kesh. Niveli më i madh që Zoti mund të ketë dhënë është privilegj. Nuk është që ne po mburemi për veten tonë që diçka jemi, po është privilegj që Zoti na e ka dhënë, po ne duhet ta marrim. Mos i kërkoni vlerat e droga, mos i kërkoni vlerat e alkooli, apo të njerëzit e tjerë. Mos jeni të varur ndaj të tjerëve. Ti duhet ta kesh vlerën tënde te Zoti në radhë të parë. Kërkoje Zotin, lavdëroje atë, bekoje emrin e Tij të shenjtë. Haleluja Zot. To
fluks gjaku, dhe e tha, unë do shkoj dhe do prek robën e Krishtit. E ndërsa prek robën e Krishtit, do shërohen, dhe ajo shërua. Njerëzit nuk e penguan do. Mund këtë pasu njerëz që të kanë penguar, që të kanë lënduar. Ata njerëzit që shtyhen me njëri tjetrin, mund jenë ata njerëzit që sot ty të gënjejnë. Mund jenë ata njerëz që ta kanë punuar me hile. Po mos lejo që njerëzit të pengojnë ty të prekësh robën e Zotit. Thuaj sot, Zot, unë do prek la vitë tënde, frymë shenjë eja. Unë do të kem një marrëdhënie më të thellë me ty o Perëndi. Thyej çdo pengesë në emrin e Jezusit. Zot më jep qëllim në emrin e Jezusit. Qëllim në emrin e Jezusit. Më jep plotësi. Kërkoj Zot më bëj të plot në emrin e Jezusit. Ai nuk të ka braktisur. Fryma e Zotit është këtu sot. Mere frymën e shenjtë. Jezus i tha, mere frymën e shenjtë. Mere pra, mos të lërë. Mere, ai nuk do bëj asgjë jashtë vullnetit tënd. Zoti të ka krijuar me vullnet të lirë. Mere frymën e Zotit. Ai do t'japi zbulesë. Dhe nga zbulesa që ti do marrësh, do kuptosh që ti e rangu më i lartë. Dhe demonët gjallëve dhe shposhkave do tua në emrin e Jezusit. Ky është rangu që Zoti ka caktuar. Zoti ka caktuar që ai të banojë në një shtrat me krimba. Zoti ka caktuar që ai të banojë në fermë. Atje është vendi i tij. Kurse vendi im dhe vendi yt është që ne do jemi në përjetësi me dashurinë e Perëndisë. Halleluja Zot. Ne qortojmë frymën e praktikës, frymën e vetmisë, në emër të Jezusit qortojmë dhe turpojmë nga kohë, nga mendjet e atyre që e kanë në emër të Jezusit. Halleluja Zot. Ne lutemi për jetë nga jeta jote, Zot, ne profetizojmë ne shamaun tënd, Zot, që të hyjë Zot në çdo lagje, në çdo shtëpi, Zot. Fol Zot me ëndra, me vizione, Zot, që njerëzit të kthehen tek ti, Zot. Do të lutemi tani për disa gra që më kanë kërkuar lutje sepse kanë pasur dhunë në familjen e tyre. Do të them që dhuna nuk është thjesht burri yt, po është djalli që e sundon burrin tënd që ushtron dhunë ndaj teje. Prandaj ne duhet të lutemi që ta thyejmë të shpirt dhune, shpirt alkooli, shpirt kumari, dhe të kërkojmë fuqinë e Perëndisë të hyjë në këtë vend. Zot, ne lutemi për këto familje, Zot, ne jemi të dëshirë.
Ne qortojmë të shpirtëdhune. Në emrin e Jezusit, largohu. Dhe ne lutem për ata burra që janë larguar, të rikthejnë në familjen e tyre. Për ato gra që janë larguar, të rikthejnë në familjen e tyre në emrin e Jezusit. Zot, ne lutem dhe shpallim shakun të Zot. Ne shpallim emrin e Jezusit Zot mbi familjen shqiptare Zot. Ne lutemi sot në emër të Krishtit Zot. Ne kërkojmë fuqinë tënde dhe prezencën tënde Zot. E ne lutemi që burrat dhe gratë të vinë tek ti Zot. Ribashko familjen e shkatruara në emër të Jezusit Zot. Riqavoroso në emër të Jezusit Zot. Ne flasim jetë në emër të Krishtit Zot. Frymëshet merr kontroll tani në emër të Jezusit. Merr kontroll Zot. Nëse ka familje që janë të thata, që janë të shkretëtirë, ne shpallim fuqinë e Eterit në jetën e tyre. Ne shpallim gjelbërinë dhe luftën në emër të Jezusit. Se të qortojmë ty Satan, hiq duar në ata në emër të Jezusit. Ne shpallim shakun e Jezusit. Halleluja. Fjala e Zotit thotë që te veprat e apostujve, dora e Zotit ishte me apostujt dhe nga dora e apostujve bëheshin shenja dhe mrekulli. Kërko sot që nga duart e tua të ndodhin shenja dhe mrekulli. Zot, u lutem sot për kishën tonë, Zot, u lutem Zot që kërdoj ata të frekin që është i sëmur, dhe të ketë shërime, dhe të ketë shirime, dhe të ketë shenja, dhe të ketë mrekulli. Zotit të ka dhënë ty autoritet si kisha e ti, që ti nuk do kërkosh me lutje, po ti do lutesh për të tjerët. Ky është pozicioni që Zoti do që ti të jesh, që ti të jesh burim bekimi për të tjerët, që ti të jesh burim shërimi për të tjerët në emrin e Jezusit. Ti nuk do ta bësh vetë. Ti nuk do ta bësh vetë. Zoti do ta bëjë me ty. Zoti do ta bëjë me ty. Halleluja. Ne lutemi për ata që janë në borxhe. Borxhi shpesher vjen nga frymrat demonike. Po le të lutemi, le të kryejmë çdo mallkim në emrin e Jezusit. Dhe Zoti avash do të çliroj ty. Merre sot në emrin e Jezusit. Frym borxhi. Unë të qortoj dhe të urdhëroj ti jashtë nga kisha jonë. Ti s'ke autoritet të qëndrosh mbi vllajën, mbi motrën, mbi çdo familje këtu në emër të Jezusit. Ne shpallim qakun e Krishtit dhe qortojmë të frym borxhi të largohet. Ne lutemi që bekimet e Perëndis të derdhen nga qielli për ty. Qielli është i hapur. Fryma e Zotit thotë qielli është i hapur. Të riq sot bekime, thuaj unë zbres planin dhe vullnetin e Atit nga qielli në tokë. E zbres një jetën time. Në emër të Krishtit unë jam i lirë nga borxhet. Shpallë sot dhe besoje në zemrën tënde, unë jam i lirë nga borxhet sot. Në emër të Krishtit. Halleluja.
Unë do vi do lutem aty ku ju jeni dhe do t'ju pajos me vaj. Por ti kërkoj Zotit më shumë. Kërkoj Zotit më duo më shumë. Zotit nuk është serë. Ne besojmë që Zotit është bujat. Prandaj kërkoj më shumë Zotit. Haleluja.
shikoni kur unë flasë për ndikim hynor, shikoni ta të trektu, asnjë s'ka bërë shkollë muzike. Krenari nuk e dinte që mund të luante në piano. Regjina këndonte, po nuk e dinte që mund edhe të këndonte dhe të binte kitarës. Emanueli gjithashtu luan kitarë, luan bateri, por nuk luan. Është fryma e Zotit që vjen në ne dhe na bën ne të bëjmë gjëra për lavdinë e Tij. Fjala e Zotit thotë që ose ju lexoni beslidhjen e vjetër, kur njerëzit duhet të bënin, nuk kishte njeri që të punonte harin për të thurur angjit, për të zbukuruar tempullin e Zotit. E di çfarë thotë fjala e Zotit? Fryma e Zotit hyri te Finani dhe ai u bë arpunues. Prandaj nëse ti thua ose po unë nuk di ta bëj këtë, thuaj frymë shenjë e dhe më mbush me dhunti. Fryma e Zotit ju ka mbushur me dhunti. Shikoni sa dhunti ju ka dhënë Zoti, ju të tjerë. Edhe juve ju ka dhënë plot dhunti. Zoti nuk ka një më të mirë dhe një më të keq. Zoti na ka caktuar dhunti që ne t'i shërbejmë trupit të Krishtit dhe ai ka vendosur dhuntinë e juve. Zoti sot frymë shenjë ka shkarkuar sot lavdinë e Tij mbi jetën tënde. Haroj hallet. Sot ti duhet thuash, shërbëtori i Zotit më vajosi, unë e kam bekuar. Kam lexuar një histori të një gruaje të vjetër që tha, shërbëtori i Zotit u lut mbi mua dhe unë mora shërim. Por shërimi erdhi ditën e tretë. 3 ditë rresht ajo tha, shërbëtori i Zotit u lut mbi mua dhe unë besoj që jam e shëruar. Shërbëtori i Zotit u lut mbi mua dhe unë besoj që jam e shëruar. Dhe ajo mori shërim, u drejtua, kishte kurizin e krusur dhe u drejtua. Prandaj sot duhet të nxit që ti mund të lutesh për të tjerët, që ti mund të kërkosh Zotin për të tjerët. Mos i egoist që ta mbash vetëm për vete. Jepu të tjerëve zjarrin e Zotit që ti merrtu. Dhe dije që Zoti do ta dëgjojë lutjen tënde. Haleluja. Faleminderit Zoti Jezus. Faleminderit Zoti që ti na dëgjon lutjen. Faleminderit që ti ke dhënë lutjen e kishëm tonë. Por Zoti ne lutem që të shtojë karakter. Ne lutem në karakterin e Krishtit shenjtë. Ti je sjellur që të jetosh në rangën më të lartë. E di që si është rangën më i lartë. Ti je fëmijë i Perëndis. Kjo është një dëvërje për të gjithë atyre që pranuan dhe besuan në emrin e Tij. Ai dha pushtetin që të quhen fëmijë të Perëndis. Dhe ti do të ikësh që nga kjo sallë sot, unë jam fëmijë i Perëndis, unë jam biri i Perëndis, unë jam bije e Perëndis, dhe unë do preferoj nga vendet qellore. Pavarësisht çfarë probleme mund të kesh, ato do të mund të sillen një nga një. Një nga një do të sillen. Pavarësisht sa sëmundje mund të kesh, ato do shërohen një nga një. Pavarësisht sa borxhe mund të kesh, ato do të lahen një nga një. Pavarësisht nëse nuk e punë, puna do të vi. Haleluja. Faleminderit Zoti. Ti do kesh ndikim. Ti do kesh ndikimin e birit të Perëndis. Thua sot unë kam ndikimin e birit të Perëndis në punë, në rrugë, në shtëpi, kudo që ndodhem, unë kam ndikim. Ti je njeri me ndikim, nuk je njeri kot. Nuk je pa qëllim. Zoti ka një arsye pse të ka sjellë këtu, që ti të shkëlqesh lavdinë e Tij.
Amen.